Selam aleikum hoxh, dikur kam dasht një djalë deri në vetë mohim. Familja në ndau dhe sot jam martu, pra diku tjetër, por shpirti thot më anën ka ai djali. Aleikum selam rahmatullah. E këshilloj çdo prind që të edukoj vajzën e vet edhe djalin deri në maksimum. Tjeti kujdesshëm që mos të bie në dashuri djali dhe vajza me njeriun e gabuar. Por po ndodhi dashuria dhe sikur se ka përmend kjo motër vetë den vetë mohim, domethënë s'ka kjo. Edhe pse mund të jetë gabim ajo vajzë, por ja që kam rrinë një situatë të tillë, çka themi neve? Vetëm me këshilla dhe me fjalë të mira mundohem me e largu. Nëse e shet që s'po largohet kur qysh vajza, atëherë vetë disaj e den maksimum. Vetë disaj den maksimum bi, kështu mundet me ndodh, kështu mundet me ndodh. Jo, unë du vetë që aty, jepe. Jepe në përgjithsinë e saj. Në përgjithsinë e saj. Nuk ban mës me edhan. A dini cila femër është më e pafat? Është ajo femër që veten e ka ndarë mes dy burrave, mes dy meshkujve. Njerit ja ka fal shpirtin, tjetrit ja ka fal trupin. Kjo femër kur s'ka me pas rahat lëknijet vetë, edhe nëse martohet me të njerin më të mirë, më të pasur, më të bukur, në botë, mos e bëni prindër një gjatë tillë. O kry, mundo vajzën me majt, me eduku në kontroll derisa nuk ka rënë grackën e dashnisë. Nëse e shet që për një me, këshilloje, lëshape. Por lenë përgjithsinë e saj, e di se ka bën, e di se është e re, e di se ngutët, ama ka zgjedh vetë, ti ke marrë kretë se bepët, le pasaj në përgjithsinë e saj. Që dhe nëse vjen të ndarja, le ta di se baba ka këshillu, nana ka këshillu, por ajo me vetdia të e boni gjatil, Zotin i moft atëherë. Por mos lejoni që me mbet në këso pozicione, asa ne, as këne, se kur nuk kam ratu e famën. Allah na i rujt e vlatë.